Shiu binte butë, me pika që përplaseshin mbi dritaret e vjetra si frymëmarrje e ngadaltë. Ajri ishte i ftohtë dhe mbante erën e dheut të lagësht. Në oborin pas shtëpisë, Ardini, një djalë rreth 11 vjeç, luante vetëm mes pellgjeve. Çdo hap i tij ngrinte baltë dhe shkaktonte një zhurmë të vogël që humbiste në mes të shiut. Ai nuk e dinte se atë mëngjes, loja e tij do ta prishte gjumin e diçkaje që duhej të kishte mbetur në heshtje. Aty, mes gurve pranë murit të vjetër, një lëvizje e pazakontë e kapi syrin e tij. Nga hija doli një gjarpër, por jo si të tjerët që ai kishte parë ndonjëherë. Ishte i gjatë, me lëkurë që shkëlqente në ngjyrë ari dhe sy që reflektonin dritën e zbethë të ditës si pasqyrë e diellit. Lëvizte ngadalë, me një qetësi që e bënte më frikësues se çdo gjë që zvarritej nëpër fshat. Mos lëvizi, thiri nëna nga dera. Zëri i saj dridhej më shumë nga frika se sa nga shqetësimi. Ardini u ndal për një çast. Syt i mbetën tek krijesa e artë. Kishte diçka që e tërhiqte. Një ndjesi e çuditshme njohjeje. Një dëshirë e pashpjegueshme për ta sfiduar. Ai ngriti këmbën dhe e goditi. Toka dridhi lehtë, njësoj si kur toka merr frym pas një bubullime të largët. Gjarpri u përdridh në baltë dhe lëshoi një tingull të ngjashëm me një frymëzaj, më shumë si klithmë se sa si zhurmë. Syt e tij të artë u kthyen nga djali për një çast. Ishte një shikim që nuk i përkiste botës së gjallë, i thellë, i urtë dhe i mbushur me një mallkim të heshtur. Çfarë bëre? Bërtiti ati duke dalë me nxitim nga dera. Ai e tërhoqi djalin nga krahu dhe e vështroi me sy të ashpër. Nuk duhej ta prekje. Është vetëm një gjarpër, tha Ardini, me zë të ulët. Nëna u afrua dhe i vuri dorën mbi ball. Je i ftohtë si akull, pëshpëriti. Pastaj, duke kthyer kokën nga i shoqi, shtoi, a nuk e sheh? Është ajo ngjyrë si në rrëfimet e vjetra. I ati nuk foli. Vetëm uli syt drejt vendit ku gjarpri ishte zhdukur. Baltë dhe një shkëlqim i lehtë, si një rrip drite që ende pulsonte nën shi. Ai bëri shenjën e kryqit dhe hyri brenda në heshtje. Nëna e mori djalin për dorë dhe e futi brenda. Ajri në shtëpi duke i ngarkuar, sikur muret të mbanin frymën. Qirinjt që digjeshin mbi tryez filluan të dridheshin, edhe pse asnjëherë nuk frynte. Mos ki frikë, i tha ajo djalit. Do të kaloj, por zëri i saj se mbuloi dot ndjesinë që diçka kishte ndryshuar përfundimisht. Një rapëllim e lehtë u dëgjua nga jashtë. Pastaj një tjetër. Dritarja e kuzhinës u përplas vetë dhe gotat mbi raft u dridhen. I ati ngriti syt lart, sikur të kërkonte diçka në tavan. Po ndodh përsëri, tha ai. Mos e thuaj, e ndërpreu nëna me zë të prerë. Nuk dua ta dëgjoj atë fjalë në këtë shtëpi. Ardini i dëgjonte, por asgjë nuk kuptonte. Në kokën e tij gjithçka ndërlidhej me shikimin e atij gjarpri. Sa më shumë përpiqej ta harronte, aq më shumë ndjente praninë e tij. Kur ul pranë oxhakut, pa diçka që lëvizte mbi mur, një hije spirale që zvarritej ngadalë drejt tavanit dhe humbiste në tym. Ai ngriti dorën për të treguar, por asnjë fjalë nuk doli nga goja. Nëna u kthye nga ai dhe pa syt e tij të mbërthyer diku. Çfarë sheh, bir? Dritë, pëshpëriti ai. E art. Një fishkëllim e holl përshkoi ajrin dhe flaka e qiririt u shua. Për një moment, shtëpia mbeti në errësirë të plotë. Vetëm rrahjet e zemrës së djalit dëgjoheshin qartë. Në heshtje, zëri i babait u dëgjua i ulët, kur ajo zgjohet nuk fle më. Nëna e mori djalin në krah dhe i vendosi dorën mbi kokë, ndërsa jashtë shiu binte sërish. Ai uli kokën dhe pëshpëriti pa e ditur pse, e njoha. Toka u drodh lehtë, qiriu u fik përgjithmonë dhe në ajrin e ftohtë, një pëshpërim e vjetër u rikthye, si fryma e vet dheut që zgjohej pas shekujsh. Në këtë shtëpi toka nuk është më tokë. Është altar. Mbrëmja zbriti pa ngjyra. Qielli mbeti i ulët, i mbështjell në mjegull të hollë dhe shiu spushoi as për një çast. Shtëpia dukej sikur ishte të kurrur në peshën e reve. Brenda saj çdo tingull ishte i mbytur, fryma, lëvizja e karriges, përplasja e qiririt që digjej me dridhje. Heshtja ishte bërë e gjallë, si një frymë që rrinte me ta në të njëjtën dhomë. Në tryez, nëna rrinte pa folur. Syti kishte të mbërthyer tek dritarja, ku pikat e shiut rrëshisnin me ritëm të ngadalshëm, duke krijuar viza si damar mbi xham. I ati rrinte ulur në qoshe, duart e lidhura fort, shikimi i ngulur në tokë.
Në fytyrën e tij nuk kishte as zemërim, as qetësi, vetëm diçka e brendshme që e gërryente ngadalë. Ardini qëndronte afër zjarrit, i mbështjell me një batanie të trash. Sytë i kishte gjysmë të hapur, por mendja e tij ishte diku tjetër. Sa herë mbyllte sytë, i shfaqej ai shkëlqim i artë, ajo lëvizje e butë që nuk harronte dot. Ishte sikur një sy po e vështronte ende, edhe pse dritarja ishte mbyllur me perde. Një fishkëllim e hollë përshkoi çatin, si frymë që kërkon rrugë për të hyrë. Nëna ngriti kokën me dridhje. E dëgjove? Është era, tha ati, pa lëvizur. Jo, tha ajo, nuk është era. Është ajo. Ai ngriti syt, i lodhur. Mjaft, tha me ton të ulët, mos fillo përsëri me bestytni. Është vetëm frikë, dhe frika flet me zëra që nuk ekzistojnë. Ajo nuk foli më. Vetëm vështroi djalin që po dridhej nën batanie. Në atë çast, një gotë mbitryes u përplas vetë dhe u thye. Asnjëherë, asnjë lëvizje nuk e kishte shkaktuar. Të tre ngrin. Qiriu u drodh dhe hija e tyre u zgjat mbi mure si hije njerëzish që nuk ishin më të gjallë. Ardini ngriti kokën. Ajo është jashtë, tha. Nëna u përkul drejt tij. Kush, bir? S'di. Por më nje. E ndjej. Një tronditje e lehtë kaloi nëpër dy sheme. Si një rrahje zemre që vinte nga thellësia e tokës. Zjarri në oxhak lëvizi, flaka u përkul sikur po përshëndeste diçka që kalonte pranë. I ati u ngrit më në fund, i lodhur nga heshtja. Kaq, tha ai, mjafton. Nuk do të lejoj që një histori e vjetër të kthehet në makt për djalin tim. Ai mori qiririn në dorë dhe doli në obor. Mos dil, bërtiti e shoqja. Nuk duhet. Por dera u mbyll pas tij. Shiu e goditi me njëherë fytyrën dhe ajri i lagësht i hyri në kocka. Toka ishte bërë e butë dhe çdo hap prodhonte një zhurmë të trash. Ai shkoi drejt vendit ku djaloshi e kishte goditur gjarprin. U ul, vështroi baltën, por ajo dukej e qetë. Vetëm në mes, një rip drite i hollë ende ndriçonte lehtë. Ai zgjati dorën, por një zë nga brenda, një pëshpëritje e hollë, por e qartë, i tha, mos. U ngrit me shpejtësi dhe u kthye brenda. Sytë e gruas u mbushën me lodh. E pe, pyeti ajo. Ai se pranoi. Jo. Nuk pash asgjë. Por je i bardhë si letra. Sepse është ftohtë, tha ai. Asgjë më shumë. Por edhe zëri i tij e tradhtoi. Ishte i zbetë, i mbërthyer nga diçka që nuk guxonte ta emëronte. Atë natë askush nuk foli më. Dritat u shuan, vetëm qiriu i vogël mbi komodin digjej ngadalë, por edhe ai flak pas flake dukej sikur merrte frymë. Nga jashtë, në përshi, një fishkëllim e gjatë u dëgjua sërish. Këtë herë më afër, sikur vinte nga dritarja e dhomës së djalit. Nëna u ngrit, por i ati e ndaloi. Mos, i tha. Le të qetësohet vetë. Por Ardini nuk flinte. Ai e ndjente. Në errësirë, një hije e gjatë lëvizte ngadalë në murin pranë shtratit, e zvarritur si një kujtim që po merrte formë. Ai i mbylli syt fort, por nuk mundi të shmangte ndjesinë e pranisë. Në agim, kur drita e parë hyri përmes dritares, qiriu ishte shuar dhe në mur kishte mbetur një shenjë e hollë spirale, si gjarpër i vizatuar me hi. Nëna ngriti dorën për ta fshirë, por sa e preku, gishtat ju mbuluan me pluhur të ardhë. Ajo e shikoi burrin dhe tha me zë të mekur, heshtja nuk na mbron më. Ajo tani po merr frymë me ne. Dhe nga jashtë, në thellësinë e shiut, një tjetër fishkëllim u dëgjua, më e butë, më njerëzore, si frymë që qesh në errësirë. Mëngjesi erdhi i zymt, pa diell, me mjegull që shtrihej si një frymë e vjetër mbi gjithë kodrën. Qetësia ishte aq e thellë sa edhe zogjt heshtnin. Shtëpia dukej sikur ishte tretur në atë heshtje, një trup i gjallë që frymonte ngadalë, nën peshën e diçkaje që s'mund të shihej. Në kuzhinë, nëna rinte përkulur mbi tavolinë, duart e mbështetura në faqe. Nuk kishte fjetur gjithë natën. Kishte dëgjuar hapa të lehtë mbi çati, fishkëllima që ngatëroheshin me zhurmën e shiut dhe një pëshpëritje të hollë që vinte nga muret. Çdo herë që përpiqej ta përbuste si fantazi, diçka brenda saj e ndalonte, një ndjesi që i rinte në shpirt, si kujtim që nuk ishte i saj. Ardini rinte në karrigen pranë oxhakut. Fytyra i ishte zbehur, syt i kishte më të thellë se zakonisht. Nga dritarja shite fushën përtej shtëpisë dhe çdo herë që era i përplaste degët, ai dridhej. Kishte ëndërruar përsëri.
Një ëndër ku gjarpri i ardh e kishte rrethuar, por nuk e kishte kafshuar. Vetëm e kishte vështruar me sy të trishtuar, dhe nga goja i kishte dalë një zë gruaje që përsëriste të njëjtën fjalë, kujto. Kur e përmendi këtë në mëngjes, i ati ngriti kokën i zbehur. Mos fol më për ëndra, tha me ton të prerë. Në këtë shtëpi, kujtimet janë mallkim. Nëna e shikoi me habi. Kujtimet? Ajo fjalë s'është për ne. Çfarë do të thuash? Se kjo shtëpi i mban gjërat që ne përpiqemi t'i harrojmë, tha ai ngadalë. Dhe kur dikush zgjon diçka, ajo nuk ndalet derisa t'i kthejë të gjitha. Në atë moment, një trokitje e lehtë u dëgjua në derë. Një burr i moshuar me shkop dhe sy të ngushtë qëndronte në prag. Ishte bariu që jetonte në fund të luginës, ai që njihte çdo përrua dhe çdo varr të vjetër. Kam ardhur për të parë djalin, tha ai me zë të qetë. Në fshat po flitet se sytë e Arit janë kthyer. Nëna u shtang. Kush ti tha? Toka flet vet, tha ai. Dje në mbrëmje, bagëtit u ndalën para portës juaj dhe nuk pranuan të kalojnë. Kur ndodh kjo, do të thotë se vendi është zgjuar. Ai hyri ngadalë dhe ju afrua djalit. Ti e pe, apo jo? Ardini lëvizi kokën. Po. Por se godita për keq. Plaku u përkul paksa. Askush se godet gjarprin e shenjtë për keq. Ai vjen vetëm te ata që e mbartin kujtesën e gjakut. I ati u ngrit me nervozizëm. Mjaft me fjalë të kota, nuk dua mallkime në këtë shtëpi. Por plaku nuk u trondit. Se zgjedh ti paraardhësi yt, shumë vite më parë, preu pyllin e shenjtë për të ndërtuar këtë shtëpi. Aty ku rrëshiste ajo krijes, ishte vend prejeje për të lashtët. Gjaku yt e theu betimin dhe tani kujtesa kërkon drejtësi. Nëna e kapi dorën e burrit. Mos e dëgjo. Ai flet me erën. Por në sytë e saj tashmë kishte lindur dyshimi. Ndërsa plaku fliste, në oxhak flaka e zjarrit filloi të lëkundej vetë dhe tymi mori formën e një spirale që ngrihej ngadalë, si hije që kërkon të kujtojë vetveten. Ardini i vështroi me frikë, por edhe me ndjesinë se po kuptonte diçka. Kam parë këtë formë në murin e dhomës sime, tha ai. Çdo mëngjes është më e thellë. Nëna u ngrit e tronditur dhe shkoi ta shite. Muri ishte i lagësht dhe midis lagështisë kishte një vijë të artë që shkëlqente në drill. Sa më shumë që ajo e shikonte, aq më shumë forma e spirales i ngjante një gjarpri të mbështjellë. Plaku i uli syt. Toka po e shkruan historinë përsëri, tha. Dhe kur ajo shkruan, askush s'mund ta ndalë. Në atë çast, një tingull i mbret erdhi nga jashtë, si fishkëllim që vinte nga nën dhe Ardini u ngrit me duar që i dridheshin. Ajo po më thërret, tha. Nëna e kapi fort. Jo, është vetëm era. Por ai shkunte kokën. Nuk është era. Është ajo që mban mend. Shtëpia dridhej lehtë, si në frym. Qiriu mbi tryez u shua. Dhe në errësirën që mbeti, zëri i plakut u dëgjua i thellë, i vjetër si vet toka, e kaluara nuk vdes. Ajo vetëm zvarritet nën të njëjtin çati duke pritur. Fjalët mbetën pezull dhe për herë të parë, asnjëri prej tyre nuk guxoi të marrë frym fort, nga frika se diçka, diku poshtë, mund t'i dëgjonte. Era kishte pushuar, por ajri mbeti i trash, i rënd, si para një stuhje që nuk vjen kurrë. Brenda shtëpisë mbretëronte një qetësi e pasigurt, sikur muret të përgjonin frymëmarrje. Oxhaku ende mbante pak zjarr, por flaka dridhej si e frikësuar. Nëna rrinte në qoshe, me sytë në dy sheme, ndërsa jati ecte përpara e mbrapa pa folur. Ndërmjet tyre, heshtja kishte filluar të përplasej si një mur i padukshëm. Ardini ishte ulur në pragun e derës, me duart e mbështetura në gjunjë. Kishte orë që nuk fliste. Fytyra e tij e vogël, e zbehur nga pagjumësia, kishte marrë një qetësi të frikshme. Shpesh dukej sikur dëgjonte diçka që të tjerët nuk e perceptonin, një zë, një thirrje, një kujtim që s'ishte i tij. Pa pritur, dera u hap dhe u shfaq plaku bari, i lagur nga shiu që s'kishte pushuar plotësisht. Duhet të flasim, tha ai me zë të prerë. I ati e priti me nervozizëm. Përsëriti? Çfarë tjetër do të na sjellësh sot? Jo unë, tha plaku. E vërteta. Ai ul pranë zjarrit dhe nxori nga xhepi një copë letre të vjetër, të njollosur nga koha. Kjo është nga regjistri i kishës, para 3 brezash. Thuhet këtu se një burr nga gjaku yt, një ndërtues, hyri në vendin e ndaluar të pyllit dhe preu trungun ku rrinte gjarpri i ardh.
kishte nevojë për dru për shtëpinë e tij. Të nesërmen, shtëpia u dogjë dhe ai u gjeti vdekur mbi rënoja me shenjën e spirales në gjoks. Nëna ngriti dorën drejt gojës. Mos thuaj më. Duhet ta dini, tha plaku, që ajo krijesë nuk është thjesht kafshë. Është kujtesë. Është kujtesa e gjakut, e betimeve të thyera dhe e fajit të trashëguar. I ati u ngrit në këmbë, fytyra e tij e zbeth si hiri. Ti do të thuash se djali im po paguan për mëkatet e të tjerëve? Jo, tha plaku me qetësi. Ai po mban kujtesën e tyre. Dhe ajo po zgjohet përmes tij. Ardini i dëgjonte pa lëvizur. Në fytyrën e tij kishte një qetësi që nuk i përkiste një fëmijë. Ajo flet me mua, tha më në fund. Nëna u kthye me frikë. Kush, bir? Ajo që u zvarrit. Thot se më njeh prej kohësh. Të tre heshtën. Vetëm përplasja e pikave të shiut në çati prishte qetësinë. Plaku ngriti syt drejt tavanit. Kur kujtesa e tokës zgjohet, ajo kërkon balancë. Asgjë nuk ndalet derisa borxhi të paguhet. Borxhi i kujt? Pyeti nëna. I gjakut, u përgjigj ai. Dhe gjaku është i lidhur me gjak. Në atë çast, zjarri në oxhak u fik, sikur dikush të kishte marrë frymë mbi të. Një erë e ftohtë përshkoi dhomën dhe qirinjt u dridhen. Dritarja u hap me një krismë, duke lëshuar brenda aromën e baltës së lagësht. I ati e mbylli me nxitim, por kur u kthye, pa se muri pranë oxhakut kishte ndryshuar ngjyrë. Një vije art po përhapej mbi të, si rrjedhje drite që rritej me çdo frymëmarrje. Nëna u përkul për ta prekur, por plaku e ndaloi. Mos. Çdo prekje e lidh më fort. Ardini u ngrit ngadalë. E shikoni, tha. Ajo po vjen. Nëna i ra me dorë në shpatull. Mos fol kështu. Por e ndjej. Netëve, ajo ulet pranë shtratit tim. Flet për diçka që humbi. Një vajzë. Një padrejtësi. Thot se e ka pritur këtë moment për shumë kohë. Syt e plakut u mbushën me lodh. Atëherë e vërteta po çelet, tha ai. Gjarpri nuk kërkon hakmarrje, por kujtesë. Dhe djalit i është dhënë dhurata e dëgjimit të saj. I ati uli lodhur, duart i rëshitën mbi fytyrë. Pra, çdo gjë që bëri babai im tani bie mbi ne. Jo, tha plaku. Tani bie mbi të. Ai tregoi me gisht Ardinin. Nëna e kapi djalin për krahu, duke e tërhequr pranë vetes. Jo, ai është vetëm një fëmijë. Një fëmijë që preku kujtesën e gjakut, tha plaku me zë të ngadalë. E shkelmi ishte vetëm veprimi, çmimi ishte i trashëguar. Në atë moment, muri i artë u ndriçua fort, sikur dielli të ishte futur brenda shtëpisë. Pastaj, me një zhurmë të thellë, drita u shua. Në dy sheme mbeti vetëm një shenjë spirale, e bërë nga hi dhe balt. Askush nuk foli. Vetëm zemra e djalit rrite me ritmin e asaj forme të shenjtë, e njëjtë, e pandashme, si fryma e kujtesës që kishte zgjedhur të rilindej. Të nesërmen, shiu pushoi, por qielli mbeti gri si plumbi. Ajri ishte i qetë, por shtëpia nuk e njihte më heshtjen, ajo dukej sikur përthithte frymë, si një qenie që jeton. Çdo gjë brenda saj ishte ndryshuar, muret shfaqnin njolla të artë që shtrieshin ngadalë, si damar drite, dhe në çdo cep ndihej një praninë e padukshme që i vështronte. Plaku bari kishte qëndruar gjithë natën aty, duke folur me zë të ulët, si në lutje. Në mëngjes, ai nxori disa faqe të verdha nga një libër i vjetër që mbante me vete. Kjo nuk ka ndodhur vetëm këtu, tha ai. Ka pasur edhe të tjerë. Në çdo brez, një fëmijë nga kjo linjë gjaku e ka parë krijesën me sy. Dhe gjithmonë ndodh e njëjta gjë, shtëpia ndryshon, ajri rëndohet, e gjarpri kthehet në kujtesë të gjallë. Nëna ngriti syt, e tronditur. Atëherë nuk është mallkim? Jo, u përgjigj ai. Është një model që përsëritet, një mënyrë për ta mbajtur kujtimin gjallë. Kur njerëzit harrojnë, toka kujton në vend të tyre. Ardini i dëgjonte në heshtje. Syt i shndrisnin, por jo nga frika. Ajo s'më tremb më, tha ai. Flet me mua si mik. Çfarë të thot? Pyeti nëna me ngurim. Se kujtimi nuk është dënim, tha djali, është kujdes. Ajo ruan gjithçka që ne e shkelim me harres. Në atë çast, nga bodrumi u dëgjua një zhurmë e mbytur, si përplasja e metaleve.
I ati zbriti me një pishtar në dorë dhe pas pak u kthye duke mbajtur diçka të vogël që ndriçonte. Ishte një relike e artë në formë gjarpri, e mbështjell rreth vetes, me sy të gdhendur që dukeshin gati të gjallë. Kjo ka qenë këtu poshtë për dekada, tha ai. Askush se dinte. Plaku u afrua dhe e preku me kujdes. Ajo nuk është zbukurim. Është vull. Shenja që lidh gjakun me kujtesën. Kush e gjen, zgjon lidhjen përsëri. Në atë moment, uji në enët pranë dritares filloi të vloj pa zjarr, dhe ajri u mbush me një erë metali të djegur. Nëna bëri shenjën e kryqit, ndërsa dritarja u hap vetë dhe një rrymë e ftohtë hyri brenda, duke i fikur qiring. Ardini u ngrit, mori reliken në duar dhe tha me zë të qetë, ajo nuk kërkon hakmarrje. Ajo kërkon kujtesë. Plaku uli kokën, si për t'u përullur. Atëherë koha po e mbyll rrethin, tha ai. Drita e mëngjesit hyri përmes xhamit, por brenda shtëpisë mbeti një hije e artë që pulsonte ngadalë, si zemra e një kujtese që nuk vdes kurrë. Nata ra e rënd, pa yje. Qielli dukej si një kapak i zi që shtypte tokën, dhe çdo frymë në ajër mbante aromën e shiut të prishur. Brenda shtëpisë, heshtja ishte më e thellë se kurrë. Zjarri ishte shuar, qiring po ashtu, dhe vetëm drita e zbehtë e hënës që hynte nga dritarja ndriçonte fytyrën e Ardinit, i cili nuk flinte më. Nëna dhe jati rinin në dhomën ngjitur, duke pëshpëritur si njerëz që presin një gjë të keqe, por nuk din çfarë. Plaku kishte fjetur në një stol pranë derës, me reliken e artë të vendosur mbi gjoksin e tij, si mburoj kundër së panjohurës, por Ardini ishte zgjuar, me sytë e hapur drejt errësirës. Dëgjonte diçka, një ritëm të butë, si frymëmarrje që vinte nga dyshemeja. Ngadalë u ngrit dhe doli në korridor. Dyshemeja ishte e ftohtë, dhe çdo hap tingëllonte si trokitje mbi gjoksin e një trupi gjallë. Kur mbërriti te dhoma e zjarrit, pa diçka që nuk e kishte parë kurrë më parë. Mbi pllakën e gurit ishte formuar një shenjë spirale që lëvizte vetë, si e bërë nga dritë që jeton. Një zë i butë, femëror, u dëgjua në ajër. Ardin. Ai ngriti kokën. Zëri nuk vinte nga jashtë, por nga brenda. Pse më thërret, pyeti ai me zë të ulët. Sepse ti e theve heshtjen, tha ajo. E preke kujtesën time dhe më dhe formë përsëri. Në atë moment, dyshemeja nën këmbët e tij filloi të dridhej lehtë. Nga spiralja doli një rrezë drite që mori formën e një figure gruaje, gjysmë njeri, gjysmë gjarpër, me lëkurë që shkëlqente në arë dhe sy të thellë si toka. Unë jam ajo që gjyshërit e tu e zhdukën, tha ajo. Isha bia e gruas që ata dogjen, se u betuan se nuk do të linin kur shenjë të mëkatit të tyre. Por toka nuk haron. Toka ruan. Ardini e dëgjoi me zemër që i rrite fort. Unë nuk kam faj, tha. Ai që mbart gjakun, u përgjigj ajo, mbart edhe kujtesën. Nëna hyri me britëm, duke parë djalin të rrethuar nga dritë. Babai pas saj u ndal, i ngrirë nga pamja. Plaku u ngrit dhe ra në gjunjë. Ajo është e vërteta, pëshpëriti ai. Shpirti që u shndërrua në kujtesë. Gruaja gjarpër ngriti kokën dhe zëri i saj u përhap në mure si erë. Unë nuk kërkoj gjak. Kërkoj të dihet e vërteta. Drita u përhap në çdo cep të shtëpisë, duke e mbuluar gjithçka me artë të ndezur. Pastaj u zhduk, duke lënë vetëm aromën e tokës së lagësht dhe një heshtje që nuk ishte më frikë, por pranim. Në dysheme, ku kishte qenë drita, mbeti vetëm një fjali e gdhendur në gur. Nuk ishte gjarpri që kafshoi, ishte e vërteta që u ngrit. Agimi erdhi i qetë, pa zogj, pa erë, pa asnjë zhurmë që t'i kujtonte jetën. Vetëm një dritë e zbehtë e artë zbriti mbi shtëpinë që tani dukej më e vogël, më e lodhur, sikur edhe muret kishin marrë frymën e natës së kaluar. Në prag të derës, nëna rinte ulur, me sytë e humbur në horizont, ndërsa jati qëndronte në këmbë, i heshtur, si një pemë e tharë që nuk di më të rritet. Brenda, mbi dysheme, shtrihej trupi i Ardinit. Fytyra e tij ishte e qetë, si e një fëmije që më në fund kishte fjetur pas një lodhjeje të madhe. Në gjoksin e tij qëndronte një gjarpër i vogël i artë, i mbledhur në spirale, pa lëvizje, pa helm, pa frikë. Ai nuk frymonte më, por drita e diellit që depërtonte nga dritarja dukej sikur ndiste lëkurën e tij me një shkëlqim të butë, të gjallë. Plaku hyri në dhomë me hapa të ngadalshëm. U përkul pranë trupit dhe uli kokën. Ai se humbi jetën, tha me zë të dridhur. Ai ja ktheu kujtesën tokës. Nëna uli dorën mbi ballin e djalit. Ishte i ftohtë, por pa atë ftohtësi që tremb, ishte qetësia e diçkaje që kishte përfunduar.
Ajo nisi të qaj pa zë, me lot që rëshisnin si ves mbi gishtat e saj. I ati nuk lëvizi. Qëndroi përballë murit ku shenja e artë e spirales vazhdonte të ndriçonte lehtë. Në fytyrën e tij nuk kishte më krenari, as mohim. Vetëm një peshë e rëndë që e shtypte nga brenda. Ky është çmimi, tha ai. Një gjak që shlyen tjetrin. Në heshtje, nëna mori reliken e artë që kishin gjetur në bodrum dhe e vendosi mbi tokën përballë trupit të djalit. Pastaj u përkul dhe puthi dheun. Mos u ktheni më në kujtim, përshpëriti ajo. Gjeni paqen në kujtesë. Plaku ndezi një qiri dhe e vendosi pranë. Flaka u ngrit drejt tavanit, e qetë, e pandalshme, një dritë që s'po shuaj, as kur era fryu lehtë nga dritarja e hapur. Në mur, spiralia u shua ngadalë, duke lënë pas një hije të artë që s'u shtuk kurrë. Jashtë, dielli ngjitej ngadalë mbi kodër, por shtëpia mbeti në hije, si e mbuluar nga një heshtje e shenjtë. Nëna ngriti syt drejt qiellit dhe përshpëriti me zë që mezi dëgjoi, gjarpri pushoi dhe bashkë me të, edhe emri ynë. Era solli aromën e tokës së lagësht dhe për herë të parë, ajo aromë nuk kishte më frikë. Vetëm kujtesë.